Kori Siparantum e ka bërë vendin e vetë në skenën ndërkombëtare. Pikërisht për prezantimin e tyre të radhës në Berlin, do të shpalosim sot përmes bisedës në studio, me të ftuarin tim shumë special, dirigentin dhe themeluesin e korit, Memli Kelmendi. Por unë fillimisht po ju uroj mirëseardhje. Përshëndetje Memli, shumë kënaqësi me të pas gjithmonë këtu në Ekspres. Përshëndetje edhe për mua kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e misionit juaj edhe çdo herë ju falenderohem shumë për kontributin e madh që bënin në zhvillimin e kulturës. Është kënaqësi për ne padyshim. Po para pak ditësh Kori Siparantum është rikthyer në skenën e institucionit prestigjioz Filharmonisë së Berlinit në kuadër të festivalit Walking in Beauty. Keni shënuar edhe një bashkëpunim veçantë me kompozitorin dhe pianistin Ola Gjelo. Si ishte kjo eksperiencë për korin dhe si shkoi gjithçka në përgjithësi? Me thonë të drejtën, kjo ka qenë një prej eksperiencave më të veçanta. E çdo herë është ndryshe kur takosh me kompozitorin dhe ke bashkëpunim drejt për drejt me kompozitorin i cili ka kriju edhe i ka shkruar ato vepra. E morë parasysh që Ola Gjelo është një prej kompozitorëve më të njohur sot në botë, ku veprat e tij interpretohen me qindra herë brenda javës, e bën kompozitorin më të veçantë dhe do të thoya më unik sot në muzikën korale botërore. Dhe kjo po të regon sa i përket pjesës sonë, si korë, po të regon potencialin që e kemi, rrugtimin e sigurt dhe vizionin e qartë që e kemi në zhvillimin e muzikës korale për vendin tonë, sepse mbi të gjitha, kjo është edhe mision edhe qëllimi joni që për brenda vetes ne ngërthejmë edhe vepra edhe të kompozitorëve vendas dhe motive tona dhe ato ne i bartim edhe në skenat e ndryshme botërore, përfshi kësaj radhe edhe skenat prestigjioze si që janë Filharmonia e Berlinit ose Mateus Kishe e të tjera. Bashkëpunimi me Ola Gjelon, realisht kjo është hera e 5 që ne udhtojmë në Berlin. Kësaj radhe kemi qenë pjesë e festivalit Walking in the Beauty, të me thonë pjesë e festivalit Choral Space. Që në momentin parë kur në është ardhur ftesa ne e kemi pranuar më njëherë, sepse unë kam ditë dhe jam fans i madh i muzikës së tij, edhe fillimisht me një numër më të vogël dhe pastaj është rritë numri për shkak të kërkesave specifike të veprave. Mirë po gjithsesi koncertit i ka parapri edhe një koncert tjetër. Ne me datën 27 kemi qenë pjesë e koncertit në Mateus Kishe, ku jemi prezantuar me 3 shtete, Spanja, Letonin, ka qenë Kosova, dhe dhe muzikë që vinë nga vendet e ndryshme të botës, ku secili prezanton pjesën artistike të vetë. Edhe më me thonë që kori ka dalë shumë mirë, ndërsa me datën 27 ka qenë koncerti në sallën prestigjioze të Filharmonisë së Berlinit. Koncerti ka qenë ndarë në 2 pjesë. Në pjesën e parë ka qenë secili kor ka prezantu një vepër, do thotë që prezanton kulturën e vetë. Ne kësaj radhe kemi prezantu veprën premier të kompozitorit quar kosovar Kreshnika Liçkaj, Zonat e Malit, një vepër jashtëzakonisht interesante, ku me vete ne kishim edhe violinistën tonë të quar profesoreshën Siana Badivuku, në piano profesora Grën Shujaku dhe në kastanjeta Aurora Hyseni. Mendoj që ka qenë një vepër ndryshe prej tjerave, edhe jam shumë i lumtur që e kemi këtë vizion edhe këtë rrugtim edhe sa i përket repertoarit dhe përzgjedhjes së repertoarit dhe është pritur shumë mirë. Po në përgjithësi pra aty desha dalë, si është pritur nga publiku gjerman edhe këtë herë Kori Siparantum atje? Ne kemi marrë komente shumë të mira dhe përfshi edhe interpretimin e veprës Zonat, edhe për mua shumë e rëndësishme kur ne si korë ku do që udhtojmë ne barti me vetë dhe potencialin në fillim që barti me vete vepra të kompozitorëve tonë, e kësaj radhe kemi bartë vepra në premier të kompozitorit Kreshnika Liçkaj, Zonat e Malit. Kemi marrë komente jashtëzakonisht të mira, vepra është të pëlqyeshëm. Ne kemi marrë dhe incizimin, mirë po fatkeqësisht për shkak të rregullave që është rreptësisht ndaluar shpërndarja, neve nuk na lejohet me i shpërndar ato fatkeqësisht, mirë po megjithatë ajo mbetet pjesë arkivit tonë, edhe pjesë një epoke të rej historike për kulturën tonë. Ndërsa pjesa e dytë ka vazhduar me pjesën e programit e Ola Gjelos, ku në skenë kanë qenë gjithsej 485 koristë, plus orkestra orqeve që përfshin numër mbi 500 pjesëmarrës. Në mesin e tyre edhe Kori Siparantum, dhe dua ta ndaj me juve një diçka shumë interesante, sepse Kori ka qenë në stage, do të thotë në podiumin qendror të skenës e Filharmonisë së Berlinit, edhe kjo ka jep një besim të plot tek puna jonë si kor, gjë e cila
bën me undi shumë mirë për rrugtimin e bukur që kemi dhe rrugtimin e dur, pa dyshim. Sigurisht. Po, përmendet edhe ju disa herë, pra risi në performancën e korit para publiku Gjerman, mund të themi se ishte edhe premiera botërore, një vepre vendore dhe një tjetre ndërkombëtare. Përpara se të flasim bashkë për këtë pjesë, unë do doja të ftoja edhe publikun që bashkë të dëgjojmë edhe deklaratat e violinistës Sihana Badivuku dhe kompozitorit Kreshnik Aliçkaj. Rikthehemi prapë këtu në studio për të bërë edhe diskutimin. Po ishte për mu shumë një kënaqësi e veçantë, privilegj të jem pjesë e performansës e koncertit sot në Filharmonitë, sallën kamertale të Filharmonisë së Berlinit, të korit Siparantum, me udhëheqjen energjike dhe unike të dirigentit Memli Kelmendi, i cili me të vërtet inspiron vite me radhë me punën e tij, do me thonë energjisë të tij dhe dedikimit të përkushtuar për profesionin e tij. Vepra ishte premier, do të ka qenë shkruar për korin e femrës, sopran, mezzosopran, alto, për violin, piano dhe kastanjeta. Gjithashtu jam shumë i lumtur që ka qenë violinistja jonë e mirënjohur Sihana Badivuku, gjithashtu edhe Agran Shojaku në piano dhe Aurora në kastanjeta. Kjo vepër ka shumë elemente interesante, motive, kur dialogje, kur violina, piano dhe kori bisedojnë në skenë. Dhe falenderoj shumë, do me thonë, për këtë bashkëpunim Memlin, Agron Shojakun, Kreshnikun dhe zërat e fantastik të këtij kori, i cili mendoj që tek do ta ketë ardhmërinë edhe më të madhe, mjaft ka arrit deri tash, ka ndërkombëtarizu shumë kulturën tonë kosovare, por tek do t'i hapen dyert edhe më të tje në skenat botërore. Ishte një përvojë shumë e mirë dhe më interesante si kompozitor, do thotë se si tingëllon vepra në Filharmoninë e Berlinit, duke marrë parasysh se është një ndër sallat më të mira në botë, sa i përket akustikës, pra. Dhe unë ndjeva shumë mirë që isha pjesë e kësaj turneje të korit Siparantum. Shpresojmë në bashkëpunime tjera të radhës me vepra të reja premierë si që ishte kjo. Ja ku jemi përsëri bashk, pra Memli i dëgjuam kështu të deklaratat e zonjës Sihana Badivukut dhe Kreshnik Aliçkaj. Fjalë shumë të mira dhe për ju, Memli. Unë çdo herë ndihem mirë kur me neve vinë edhe artistë të shquar dhe ngjiten skenë bashkë me neve, sepse kjo e fuqizon edhe më shumë qëllimin për cilin ne nisemi në këtë rrugtim. Unë falenderoj nga zemra Kreshnikun për një vepër shumë të bukur, vërtet atraktive, siç edhe potencoi profesoresha Sihana Badivuku, një interpretim, një dialog në mes instrumentit dhe vokalit, gjë e cila i jep një dimension tjetër veprës, edhe ndonë se është shkruar vetëm për korin e vojzave, ka dalë shumë mirë, po ashtu falenderoj shumë edhe vetë profesoreshën për një interpretim. Vërtet jemi me fat që kemi një violiniste të shquar edhe një violiniste të nivelit të lartë artistik. Kështu që unë falenderoj nga zemra për bashkëpunimin. Po si unë ndjet ju në përgjithësi, kori dhe gjithë ata që keni qenë pjesë e këtij interpretimi, pra veprës Zanat e Malit, çfarë emocione ju sjelli kjo vepër? Veprat premier, me të thënë të drejtën, çdo herë janë të vështira kur interpretohen për herë të parë, sepse është e përgjithësi tejet e madhe. Ne jemi mundu që këtë vepër me realizu në mënyrën sa më të mirë, edhe besoj që kemi arrit me realizu. Çdo herë skena, sidomos skena të mëdha si Filharmonia e Berlinit, çdo herë është një emocion tjetër kur lunë këto skena, sepse dua të theksoj që diçka
që ne nuk jemi mësu me lujtë në kësi skena, prandaj na vyn kohë edhe mu ambientu edhe me skenat e mira, për arsye se ne këtu në Kosovë nuk arrim e gëzu asë 0.5% të një skenet e tillë. Mirë po gjithsesi që ne kemi pasur një provë para prake, një minutazh tepër minimal, dikun 10 minuta. Kjo na ka shërby si provë akustike, që me pa vendosjen teknike, volumin dhe gjitha ato specifikat tjera muzikore, kjo na ka ndihmu shumë. Jam shumë i lumtur me interpretimin, jam falenderues gjithë pjesëmarrësve në këtë vepër, edhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë për mi prezantu vlerat tona, ka shi skenave të ndryshme botërore, edhe kulturave të ndryshme që vijnë prej vendeve të ndryshme të botës, sepse kjo besoj që e fuqizon më shumë edhe misionin ton që e kemi edhe si kore. Po pjesë e rëndësishme e mbrëmjes pra ishte edhe interpretimi veprave të Gjejlos në ndërregjimin tuaj. Si ishte si përvojë pra që ju të drejtonit interpretimin e rreth 500 koristëve dhe po besoj që ishte një përgjegjësi goxha e madhe apo jo? Unë jam vërtet jashtëzakonisht falenderues Choral Space për ftesën që më ka dhënë për me qenë pjesë për dirigju njënën prej veprave. Unë kam dirigju disa herë edhe veprat e tjera më herët në këtë salë. Mirë po kësaj radhe, kur kam qena përballë vetë kompozitorit dhe pianistit Olajlo, orkestrës, ndërsa ka qenë veçantë dirigjimi, unë kam dirigju veprën Dhe Rozë, një vepër të cilën e kam punu edhe më herët, dhe kam vendosur me marrë këtë vepër, sepse ndoshta edhe ne si kore dhe unë personalisht jam më shumë i lidhur me atë vepër të bukur dhe kam dashur thjesht me përjetu si ndëgjohet. Me thonë të drejtën, vendosja e korit ka qenë shumë interesante dhe mundemi me po përmes fotografive që unë e falenderoj edhe fotografin Peter Adamik që na ka dërgu këto foto edhe na është leju me i përdor. Kori është në rreth, do të thotë gjithë rreth sallës, orkestra është poshtë, piano është poshtë. Ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme të cilën unë kur personalisht nuk e kom përjetu. Me thonë të drejtën edhe kur nuk e kom menduar që do të vijë në një moment i tillë që unë do ta përjetoj aq më shumë në skenën e Filharmonisë së Berlinit, në skenë ku janë ngjitë artistë më të mëdhenj, dirigjentat më të mëdhenj që një historia e muzikës botërore. Do ta veçoje këtë eksperiencë, pak më shumë ndoshta se këto paraqitjet e tjera që keni pasur. Që për mua kjo ka qenë eksperjenca më e bukur edhe përjetimi më i bukur që unë kam pasur ndonjëherë si dirigjent, me vetë faktin që e përmendas që zonat thjesht vinë nga ojri, vinë gjithçka ndëgjohet sikur një ëndër e vërtet. Prandaj kjo më ka bërë përmendi shumë mirë. Besoj që eksperiencë të tillë kanë përjetuar edhe vetë koristët edhe audienca që ka qenë në skenë, sepse ka qenë një vendosje jo e zakontë edhe me thonë të drejtën një guxim i madh i organizatorëve që kanë bërë një vendosje të tillë. Mirë, po vërtet kjo i ka jep edhe më shumë magji kësaj mbrëmje. Kështu që mirë po, momentet e tilla janë rrallë ndodhin, mirë po unë jam shumë i lumtur që artistët tonë, koristët tonë, gjatë kësaj periudhe kanë arritur me punu gjatë workshopeve ditore që kemi pas vazhdueshme, sepse ne janë realizuar disa prej veprave më të bukura të Olajlos në këtë festival edhe nga dirigjentë të tjerë, kështu që koristët tonë kanë pas fatin edhe mundësinë me punu edhe me dirigjentë të tjerë. Mos ta harroj edhe një diçka tjetër, sepse ne gjatë kësaj periudhe kemi mbajtur një workshop me kompozitorin Christian Barans, një kompozitor i shquar që vjen nga Berlini, ku ne kemi pas bashkëpunim ndër vite, do thotë këto 4 vitet e fundit. Ne kemi interpretu me datën 26 dhe veprën ti premier Hear My Prayer O Lord, ku edhe vetë kompozitorin unë personalisht e kam ftuar dhe ai ka dirigju me korin si prandaj. Prandaj kjo është e bukura, kur artistë tanë bashkëpunojnë edhe me dirigent dhe muzician botëror. Mendoj që është mënyra më e bukur për me përfitu gjëra të reja. Shumë e vërtet, aty desha dal në fakt pyes pak për këto workshope sa janë të rëndësishme këto për koristët në përgjithësi, pra për përgatitjen e tyre profesionale. Unë personalisht luftoj jashtëzakonisht shumë në këtë pjesë, sepse dua që artistët tonë gjatë çdo udhëtimi
Unë mundohem të jem shumë përpiqem që të krijoj kontakte të shumta dhe me artistë të tjerë. Në mënyrë që edhe kjo është më e mira kur artistët tonë vërtet e ballafaqohen edhe me kompozitor, me dirigent, muzician të ndryshëm nga mbar bota dhe krijojnë bashkëpunime të drejtë për drejta. Mendoj që kjo mënyra më e bukur që secili prej nesh mundemi me përfitu gjëra të reja. Gjëra të cilat asesi nuk mundemi me përfitu përmes një shkollimi të rëndomt aq më tepër në vendin tonë. Prandaj kur marrim përfitojmë njohuri të reja prej dimensioneve të tjera edhe perspektive të tjera, mendoj që kjo thjesht e pasuron çdo muzician. Kështu është bota artistike. Ne duhet të përfitojmë edhe prej të tjerëve, edhe duhet të marrim edhe shembuj nga të tjerët. Prandaj mendoj që kjo është rruga më e bukur për secilin muzikant që të përfitojnë në zhvillimin e tyre profesional muzikor. Po si do e vlerësoje bashkëpunimin me kompozitorin dhe pianistin e shquar, pra Ola Gjejlo? A jam duke ja thënë mirë emrin? Gjejlo, Ejlo, do të thënë, unë personalisht ka qenë një diçka shumë e bukur. Thash që veprat e tij në repertorin e korit Siparantum ne kemi interpretuar dikun 4-5 veprat e tij përgjatë prej themelimit të korit Siparantum deri më sot. Përmenda që në fillim që çdo herë kur takohesh me kompozitorin është diçka magjike dhe aq më tepër kur ke mundësinë që me interpretu veprat e tij drejt për drejt në komunikim me vetë kompozitorin. Kemi pasur natyrisht komunikime gjatë periudhës së workshopeve, kemi pasur diskutime në lidhje me veprën. E bukur është kur vetë kompozitori tregon për eksperiencat e tij si kompozitor mbi gjitha për qasjen e tij pse ka shkruar veprën, ku është inspiruar, si e ka menduar. Mendoj që në aspektin në kuptimin dramaturgjik kjo e ndihmon jashtëzakonisht shumë një dirigent kur i flet vetë kompozitorit se çka ka menduar me kur e ka shkruar do thotë njërin prej veprave të tij. Natyrisht ne jam shumë i lumtur që përgjatë këtyre viteve ne vërtet kemi bashkëpunuar me shumë kompozitorë dhe dirigjentë të njohur, mund t'i përmendesh ta disa, për shembull Simon Carrington, Eric Sessions, Ola Ejlo, mirë po në rrugtimin e ardhshëm na presim edhe shumë bashkëpunime, edhe mendoj që kjo është rruga më e bukur dhe jam shumë i lumtur që Kori Siparantum tashmë vetëm po e vërteton suksesin të cilin e ka dëshmuar përgjatë këtyre viteve. Sigurisht jemi edhe ne si vend shumë krenar për atë që po arrin Kori Siparantum, padyshim se po e bëni këtë përfaqësim më denjë se sa që mund ta paramendojmë. Unë çdo herë me thonë të drejtën, unë jam shumë pak egoist, për modesti pa e përmendi. Shpeshherë ftesat kur vijnë si dirigent, unë është e pamundshme mos me lidh me korin edhe me kulturën tonë. Sepse unë jam zakonisht shumë fans i madh që të rejat edhe gjeneratet e reja t'jenë pjesë e këtyre rrugtimeve, të cilat mund edhe të mos përsëriten kurrë. Prandaj, edhe në kësaj rrugë kur më ka ftesa personalisht si dirigent, me shumë fanatizëm të madh kam pas dëshirë që me qenë edhe disa prej anëtarëve, fatkeqësisht jo i gjithë kori, edhe pse kemi auto mbi 30 anëtarë të korit, mirë po gjithsesi kam pas dëshirë që në këtë rrugtim ta shijojnë të gjithë edhe ta jenë pjesë e këtij rrugtimi, sepse përfitojnë diçka të cilën do t'ju mbetet gjithë jetës. Ajo është e bukur në fakt. Po, të ndalemi më në detaje dhe tek përzgjedhja e programit të Korit Siparantum pra në këtë paraqitje. Në koncertin e datës 26 në Mateus Kishe, ne jemi prezantuar me vepra të kompozitorëve të ndryshëm botëror. Ne çdo herë përbrenda vetës ne kemi një repertor më të veçantë, edhe jam shumë i lumtur që ne po arrim me mbajt këtë pavarësisht që nga një herë ndrohen anëtarët, ndryshohen anëtarët, mirë po vizioni dhe qëllimi për çka ne jemi nisë mbetet i njëjtë. Edhe ka koreve të tjera pjesëmarrëse koreve fantastike, mendoj që programi jonë edhe repertori ka qenë më i ndryshëm, besoj që lëvizjet koreografike, inkorporimi koreografisë, veprat moderne edhe ndërlidhja e veprave me tradicionalen, mendoj që Korin Siparantum e qenë në një dimension tjetër. Kjo po vazhdon me kriju një identitet edhe njerëzit tashmë me njoftë punën tonë edhe me po ndryshe paraqitjen e Korit Siparantum.
Mendoj që kështu edhe do të vazhdojmë, sepse jemi vërtet në një rrugë shumë të mirë. Mirë, po çdo herë për brenda repertorit, pavarësisht aty në veprave të njohura botërore, unë e përmenda që paraqitja edhe interpretimi i veprave të kompozitorëve shqiptar për neve është shumë i rëndësishëm. Mirë, po nga një herë duhet jemi të kujdesshëm se ku dhe çka të paraqesim, se për arsye se disa prej veprave tashmë ne i ruajmë edhe për festivale të cilat ne i kemi para po për vitin 2025 dhe 2026. Mirë, po edhe kësaj radhe jemi paraqit me veprat të kompozitorëve të ndryshëm, përfshi veprat të periudhës së Renesancës deri tek veprat të premier të kompozitorëve sot që jetojnë dhe veprojnë në botë. Memli, për fund, duhet pyes pak edhe a ju ka hapur rrugë kjo performancë pra në skenën e institucionit prestigjos Filharmonisë së Berlinit, ndoshta edhe për diku tjetër, ku do të jetë prezantimi i radhës pra i korit Siparantum? Okej. Ne tashmë kemi konfirmime deri në vitin 2028. Një rrugtim i gjatë, me shumë modesti që është e pamundshme brenda një jave mos marrë një ftesë në korin Siparantum. Na presin edhe 4 rrugtime vetëm për vitin 2025. Prindoj disa informacione, ato të cilat mundem me i do. Faleminderit shumë. Do të jemi në Greqin datën 10 maj, me një herë pas një javë, në një garë tjetër. Pastaj në Korik, do të jemi në Danimark, në European Choir Games dhe Grand Prix of Nation, ku garojmë në kategorinë e korëve të kampionëve, do të thotë për Grand Prix of Nation, do të thotë në garën e kombeve, ndërsa në shtator do të jemi në Tajland, në një festival tjetër prestigjioz. Tu nuk mundem me ndërhyj edhe që për arsye ende nuk janë bërë publik ato dhona. Dhe pasaj na pretën një festival tjetër, jashta mendoj në një vend tjetër pak më të lartë. Goxha plane, Memli, është shumë fat kur e din që... Gjitha këto nuk i kemi prezentuar, ndoshta edhe vetë anëtarët e korit për në ndëgjojmë për herë të parë. Apo, vjen shumë mirë. Faleminderit që i ndave me ne këto informacione shumë të rëndësishme, është shumë kënaqësi për ne gjithmonë me të pas pjesë të Ekspresit dhe ta mbulojmë kështu ngjarjet shumë të rëndësishme që kori Siparantum, sukseset që kori Siparantum i arrin. Faleminderit shumë që të takuam me qenë pjesë e Ekspresit, është gjithmonë kënaqësi dhe të presim përsëri këtu me sukseset të radhës që unë e di që do t'i keni, kështu që ju presim përsëri këtu. Unë çdo herë e ndjej veten pjesë e familjes juaj. Edhe është çdo herë kënaqësi dhe me shumë kënaqësi e ndjek edhe misionin e juaj edhe vlerësoj shumë, edhe ju falenderoj për punën e madhe që bëni në zhvillimin e kulturës. Është gjithmonë kënaqësi, Memli, faleminderit shumë dhe shumë suksese. Faleminderit shumë.